Një operacion i gjerë i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve është zhvilluar në orët e para të mëngjesit në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit, ku janë angazhuar 10 forca speciale dhe rreth 20 automjete të strukturave të burgjeve. Operacioni ka nisur me kontrolle të imtësishme në çdo qeli të institucionit pas informacioneve të siguruara për shkelje të mundshme të rregullave të brendshme dhe cënim të regjimit të sigurisë për të dënuarit e rrezikshëm. Sipas burimeve paraprake, gjatë kontrollit janë gjetur dhe sende të ndaluara, mes tyre dyshohet edhe lëndë narkotike e dhojt kokain, por konfirmimi zyrtar nga autoritetet. Ky aksion është shoqëruar edhe me masa të menjëhershme administrative, ku 2 të dënuar me burgim të përjetshëm janë transferuar nga burgu i Peqinit në institucione të tjera të sigurisë së lartë. Njëri prej tyre, Fran Marashi, është dërguar në burgun e Drenovës, ndërsa i dënuari tjetër është transferuar drejt burgut të Burrelit. Operacioni është kryer në kushte të rrepta sigurie, duke izoluar përkohësisht zonat e brendshme të institucionit gjatë kontrolleve, ndërsa forcat speciale kanë qëndruar në terren deri në përfundimin e verifikimeve. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve pritet të dalë me detaje të plota mbi arsyet e operacionit, gjetjen dhe masat e marra ndaj të dënuarve të përfshirë në këtë rast.